Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell recetën e gjevrejkave turk me një shije unike, përgatitja e thjesht, ekonomike, besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Në një enë shtoj 500 ml me ujë të vakët, tek uji shtoj një lugë gjelle me sheqer, 2 lugë gjelle me moja buke pluhur, qofse përdorni të freskët do përdorni një katrore 40 gramësh, përzim pak që të aktivizohet moja e bukës. Përgatitja është e thjeshtë, janë ekonomike, bëhen shumë shpejt dhe dolin shumë shishme, tamam si ato gevrekat në për rrugët e Stambollit. Përzim mosën. Shtojna 3 lugë gjelle me vaj. Vajin në mbrenci do i bëj më të buta. Përzim përsëri dhe shtojna miell. Miellin e shtojna gradualisht, do na duhen afër rreth 5 gota nga 200 ml me miell. Me pas njëherë s'dihen fikse, për atë arsye shtojmë gradualisht dhe shtojna një lugë gjelle me krip. Tash mosën direkt dhe punoj me dorë. Punoj dhe shtoj miell, këtë mënyrë kontrolloj trashësien, sepse asnjëherë nuk dihen fikse, mund të shkojnë më shumë se 5 gota, 4 gota e gjys, zakonisht varet nga marka e miellit. Shtojmë pjesën tjetër, e punojmë gjërsa të largohet mielli nga dora apo brumi, si themi. Kam punuar brumin mirë, kam fitu një brum mesatërisht të trash, se përjashtoj pak vaj, kështu, spërhapi vajin mirë nga pjesa e poshtme dhe nga pjesa e sipërme. Tash e mbuloj enën kundore brumi dhe lëm në ambient ngrohtë që brumi të dyfishohet për 1 orë e 10 minuta. Derisa brumi i gevrekave të dyfishohet, ne përgatisim pekmezin dhe më pas do e përgatis susamin. Këtu kam pekmez, cilin e kam përgatitur vetë nga dutat apo mani. Shtoj pak në një dhe ja shtoj një gotë 110 ml me ujë, sepse do i kaloj gevrekat në fillim në pekmez, më pas në fora susami. E përzim mosën kështu mirë dhe është gati. Pekmezi është gati, tash morim një tigan të lloj që nuk nxet dhe shtojmë farat e susamit, gjithsej kam 400 gram. Dhe në temperaturë mesatare do i forgojmë forat e susamit kështu pa vaj, duke i përzier vazhdimisht derisa fillojnë që të skuqen. Kam forguar susamin, kam marrë ngjyrën e dëshiruar, tash është gati të largohet nga zjarri. Masa e brumit është dyfishuar mjaftueshëm, tash do e largojmë nga ena. Largojmë brumin. Kështu. Hedhim miell tavolin pune dhe largojmë brumin, largohet lehtë pasi e kam bërë me vaj nga gjithë anët brumit. Tash brumin e rrokollisim kështu tek mielli i hedhur. Dhe ndojmë brumin në 12 pjesë. Secilës pjesë munduhem të jap masinë e njëjtë.
Tash marrim dhe secilën pjesë e rrokollisim kështu në mirë, duke ja dhënë formën e një kulaçi. Mundohem secilën ta bëj të lëmuar në mënyrë të njëjtë me prej me gjitha. Kam punu gjithë kuleqët, i mbuloj dhe i lo që të pushojnë për 15 minuta. Kam pushuar kuleqët mjaftueshëm, tash marrim kështu një nga një kuleqët, të largoj, të la hapësinë dhe i zgjasim kështu në forma të zgjatura. Mjaftueshëm është. Tash marrim të dy qoshet dhe i bashkojmë dhe e bëjmë kështu në formë të një gërshete. Ja, në këtë mënyrë. Dhe qoshin me këtë mesin përsëri e bashkojmë dhe rrokollisim kështu në anë të dorës që mos të vërehet. Këtë mënyrë veproj me gjitha. Do kaloj pak vaj më mirë në tavolinë tënde, do bëhet rrokollisje. Vazhdojmë tutje në mënyrën e njëjtë. Më mirë shkon me vaj kështu. Bëjmë formë gërshete, bashkojmë qoshet, në anë të dorës, rrokollisim. Në mënyrën e njëjtë vazhdojmë tutje. Pasi gevrekave ju kanë dhënë formën, i marrim dhe i kalojmë tek pekmezi. Nga pekmezi i kalojmë tek forat e susamit. Kështu në këtë mënyrë. Mundohem nga gjitha anët t'i bëj me susam. Shumë mirë është që 2 persona t'i bëni kështu me pekmez dhe me susam kur t'i përgatitni, sepse gjatë kohës që do i vendosi në pekmez, i kam duart me susam, ju ngjiten fora susamit dhe më pas më vështirë e ka që të ngjiten fora tjera të susamit. Një person t'i përbëj me pekmez, tjetri me fora susami, më mirë do jetë. Unë nuk e kam atë luks që të punoj me 2 veta, kështu vetëm vetë. E po do ja dalë. Në mënyrën e njëjtë veproj me gjitha, duke i kalu në fillim në pekmez, më pas tek forat e susamit. Bëj mirë me pekmez.
gjithë gjevrekave ju kam dhënë formën, tash i la që të pushojnë për 15 minuta. Pas 15 minuta, ma kështu dhe i tërheqi me duar. I bëj pak më të mdoja. Më të mira do dalin nga pjesa jashme shtu, dalin krokante, nga pjesa e brendshme të buta. Tepsinjat e shporetit elektrik janë shumë përshtatshme kur përgatisim gevreka dhe i fusin në furrë nxehtë, kam nxehtë furrën në 220 gradë dhe në atë temperaturë do i pjeki rreth 18 minuta. Kur të bëj pjekjen e tepsinjës së parë, atëherë do e tërheqi me duar tepsinjën e dytë dhe do e fus në furrë për pjekje. Tepsinja e parë pothuajse është pjekur, tash marrim dhe i tërheqim me duar gjevrekat tek tepsinja e dytë. Dhe tash do i fus në pjekje në mënyrë të njëjtë sikur se i kam pjekë në tepsinjen e parë gjevreka do i pjekje. Kam largu nga furra, janë pjekur, kanë largu jashtëzakonisht të mirë, i mbuloj kështu që të ftohen. Në mënyrën e njëjtë do veproj dhe me tepsinjen e tretë, do bëj pjekje, i lëm që të ftohen dhe do janë gati për konsumim. Dhe gjevrekat janë gati për konsumim, janë ftohur pak, ta ndojmë një dhe ta shihni se si ka dalë. Janë të buta nga brendësia. Nga pjesa e jashme janë krokante, vërtet kanë dalë shumë të mirë. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë gjevreka turk, ju bëft mirë, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës. Ju lutem këtë video ta ndani me miqët dhe dashamirët tuaj.